Unë jam shumë racional, kam shumë respekt për vetën, dhe është i gjo... Jo, nuk e kam të ullë me në gjujë, kam shumë... A i zëri se është në gjujë me grunë që ka. Ja, po, jemi të dy në atë pozicion. Kjo është e rëndësishme. Për mu, unë kam shumë respekt për vetën dhe një njeri që më bën me unim mirë. Unë nuk kam as komplekse, as tipit s'kom qenë një herë qunë, dhe më thonë, me lujtë qumunin ose me bo filma, kur s'kom bo filma. Unë jam ky, në të pëlqefsha, se e qusha si respekt për vetën time, që unë jam ky, në të pëlqej mirë, në të pëlqej, unë kom vlera, ti ke vlera, dakor, dhe më thonë, për s'mund të bëj gjo për partnerin kot, pa e një, thjesht me e mashtru, si jam mashtru tipi, dhe më thonë, bile e urejat loj gjoje ke disa quna që e kanë. Edhe i kom thonë fillim nga që folqëm telefon se ishim shoh, tha mu tha, po ti tha, ku më jepë mu tha? Thash, po ti kushta që të du, thash, unë thash që më pëlqen, dhe du me të njoftë. Du me të njoftë, më pëlqen shumë. Dhe është e vërtetë, thash, njifena, nuk pëlqefshi mirë. Vetëm tha i gjotha, du tha që mos e rejmë tha njoni tjetrin, sepse të tregojmë se kush jena, se me hargju kohë me u lodhë, mas nëj me kuptuj që si jena ato që kena thonë, së është gjë mirë. Thash, kur s'ke me mpa, s'ke me mvu do të me shpatla për muri. Tha mu pësaj që zoti je, jo, thash nuk e bëj. Po e bona them po e kam bo. E kam bo. Edhe jam shumë rehat aty, kur menoj dhe më thonë, qofse s'jam, dhe më thonë, i lumtur me grunë time, e ndërpres marrëdhënien aty dhe vazhdo jetën, nuk i kam qefto, dhe më thonë, menime, më përtejsh, më drama, budalishe, gjënë, ena shumë qetë, bile pranojnë e këtu nga i herë, më ka pa angthi, ma boni Allah që gërthas nga i herë. Jo, ti e këtë e pru, ti e gjdo pranë duke ullërit. Ja, me qunat nofta që kam qenë pak, dhe më thonë, më kështu, sepse jena mësu që jetojmë bashkë me njën e tjetër, jena shumë qetë, e shumicën e rastën, dhe më thonë, flasim gati me sy, ose me shenja, edhe si jam mësu me kaj shumë... Propozimin s'ma the? Propozimin për martes? Propozimin për martes. U feju mo, puna u nasë në nonës në kishtë, i thash u nasë në nonës. Po që Vira po martua ma qa. martohemi? Thash i do martohemi, ne u feju. U lidhëm, i thash të du, erdi momenti mas disa vitesh, mas disa mujësh, që i thash kam diçka për donë, i thash kisha ja mora nonës të më tonë unazën, dhe i thash... Kam diçka për të donë. Pse si the, je dashuria jetës time. Unë jam i tip lal që i bëj gjojnat. Unë me folë duket si ku jam mashtru. Se bëj do të shuka që edhe baba im dhe më dhe, unë mu më kej 100%, unë shofë të sy që mjes... Meshkujt e kanë të veprimet, jo të që mjes dhe fjallë. ndarë, tash i mirë është me i shtu ca fjallë, me thonë drejtë, me i shtu ca fjallë. Më kam su dhe ajo që, dhe më dojnë, kam thonë dhe ca fjallë, të bëj komplimente, gjojna se... Nuk është se s'du me i bo, sa e maj vetëm për moshku, po e bëj me vepra. Edhe kër e bëj me vepra... Komplimentat e visit, sa i mi që ke bo mi dresh. Këto, kush kjo... Po, momenti tjetër ma... Momenti tjetër ka qenë, dhe më thënë... Unë kam jetu, në atë periull, kam qenë të jetu në Australi, ka qenë 2015. Pa të ardhë në majnë Shqipni, mas jam i viti e gjysë që kisha shku në Australi, edhe nejtë maj dhe i fillim që shojt. Nejtëm me nonën me babën, kishim vendosë dhe më dhe që do i mersha me vete, po i bosha dokumentat. Edhe u ktheva, mësë isha shumë i lumtur që erdha ato 2 javë, që nejta. Edhe u ktheva pastaj, folshim shumë telefon gjithë kohën me njëri tjetrin. Belina ka qenë shumë e lidhme me babën tim, por shumë shkoshin, si mi qenë shok prej vitesh me njëri tjetër. Ishin njëtin tip, bushin shaka shumë me njëri tjetër, nga cmoheshin. Edhe mi ditë ka qenë 5 shtator 2015. Kam qenë punë. Mi bjen baba telefonit, dhe ajse pa japë më vonë. Mi bjen 2-3 herë. Pa japë më vonë. Vazhdoha punë, ku qëkoj shpi, thash se kishte qef, disha që do kishte shku në plasha, di gjo ishe e shtuna, djelë që ka qenë, se di. E nëjse, vinë shpi, i them Belinës, shu them mira cejnë telefonit, edhe fola unë, ta kishte shku në plash, tha, ku? Gjitë lalëzit, se aty e kanë pas afër nga Shjaku. Edhe, okej.
Futet ajo në dush, unë po priqa me po dush, mas pune, merë Daja në telefon, pës më kishe marrë një Daja në telefon. Më thot, me zotë dritë, më thot mu, ka i gjo, më thot mu, dhe të themi gjo, thot mu, po mësë më zitëm, që ka? A, së më shkote me një më botë, 65 vjeç, s'ka pas asis munje, fmi i lumë tërë komplet si tip, dhe më thonë, shumë aktiv, natë gjitha gjonat, mre, thot mu, thot, shukë thot, ka qenë plash, thot, po i kara si tip para i faktit, thot, dhe thot, kujtë dhe më tenet, dhe më zëtë albër. Po më thot mu, okej. E kena qunë spital, thash, okej. E ato e menu, e mylli telefonin. Mrama s'te mrapa prap tha, se jena këtu, tha, ki spitalit, tha, po ja, sa të morim vesh, tha, ne i gjohë, tha, do të them, tha. Thash, okej, prap, të më thëmë, për fillova të u shqetësu. Po s'pe i thosha, se unë kam i tip që edhe se të regoj emocionet, edhe du me i rujt gjithë tjerët, dhe më thënë, jam me i që ma e të balancat. Kam qenë atërë aty, ka qenë edhe vlaj që jeton të në Australia atërë aty. A i kishte më shumë që s'kishe shku. One second. Wait a minute. Let me tell you something. Se po e përjetoj atë note, po më falni se për ata. Nëse. Ka qenë gota gjajt aty, po aja ka qenë shumë afërt me ne, se kena jetu me i shpi, me i këshu kulm, se tush me gjajna, ka qenë si motër, edhe baba ka desh fort. E nëse, i bia staj në telefon, a s'ma hapti telefonin anim ato, thash vlajt, si me i thonë, a i ka qenë shumë i lidh me te. Kur më merë mami në telefon, thotë, po e kam shumë burnesh në onën, ka qenë mjeke, ginekologe, shumë e fort, ka duru shumë mjetë, edhe thotë, mje blajmen dhe më thonë, kështu thotë, boj fort, thotë. Heu. Edhe, thotë, thuj dhe vlajt, thotë edhe, hajdin e thotë. Okej. Mund kem pinja 20 gota uja, se më ishe kështu stres, pa mangët. S'isha si me thonë Belinës, si me thonë vlajt, si me thonë gocës gjajt. Edhe, a i bisha telefonit asaj, aja s'ma hapte. Edhe, këto tashi kanë qenë plazh, baba me nonën, gjaj me nusën e vetë, dy vlezin, dhe më thonë baba e vlajnë, kanë një ndetë më ula, edhe ka pas rrym aty, dhe më kështu këto rrymat e nënujshme. Ka bu me dalë, s'ka mujtë do të me dalë, dhe më thonë, edhe u kalodh, se natë e ka tërhej që ka shtymë mrapshe, e kanë fut më thellë, të dy, bashkë me vlajnë e vetë, me gjaj. U kalodh, mas da i ka hyp tensioni edhe i ka plasa orta. Kalon zemra. Kanë hy, e kanë gjerë, se s'ka mujtë me hy kush, ka qenë detë shumë i kesh, kanë hy ca përshkatarë aty. Kam takuar të çuna shumë mirë. I faleneroj, dhe më thëmë, kanë super nim. Edhe e kanë zjerë në breg, nona, se kanë qenë gati, as ambulancës, 20 minuta i ka bo CPR, i ka bo frymare artificiale, goj, s'ka mujtë me këtë njetë. Kanë ikë, dhe më thënë, kanë shku në spital, ka marru aty, kupta? Edhe, nona, edhe, tash ishte puna neve, anej, ku ishim, se emigrimo. Edhe, ata në loj këtu? Doni? Edhe, jo, është me vërtet muhabeti si shkojnë gjonat. Ja thash vlajt mas naja e priti kej se ka qenë, edhe i shumë i lidh me dhe plus kishte 2 vjetë e sa pa shku në Shqipni. Ego të gjajt nga anë tjetër, u bëm gati, u nisëm, s'di qa plaçka shka moras. U duk të rruga, i qik Australia o largë. I qik. Na shku në Singapur, maj men aty kom fik telefonat, se fillun të më shkujt njerës, prap se besojsha ishte si, s'pa mërë shavesh qa ishte, që kishtë nëmë, se u nisëm direkt, prej bileta direkt, pun 1 orë, 2 orë, u nisëm direkt. Ishin shok mas shoku, plus gja rrugë, edhe, nga aty shkum Turqi maj men bleva i këmish, se përshkoj, pasaj kujtova për qemë të e blej këtë këmish.
Edhe shkëm Shqipni, na ka pas prit për erë, por kishte qef, na pris dhe i parë në për cilë. Shku mos dhe atje, nese, është ajo që thot Vanessa, pastaj prije emigrimi është gjë e çuditshme se s'patëm kohë, s'patëm mundësi me thonë mirë papshim. Se çdo vdekje është e rëndë, domethënë edhe kur e pret Prismulliku është e rëndë, po edhe këto janë të rënda se më këto janë të lehta për personin që ik aksidenti, po janë të rënda për familjen se s'da dot, nuk I thumë mirë papshim. Ndihesh si fajtor. Edhe pata qikë si merdhen shumë njerëz, shumë vetë më kanë respektu, ai ka qenë rob shumë, jesë ka qenë babaim, po ai qenë si fëmijë I lumtur. 65 vjeç ishte si fëmijë I lumtur. Ne ishim, ne I dilçin si unë jam si ai domethënë. O I kom gja, vesh na ty qef, vesh me bo qef, me dalë, me dhumë, me këtë, asë vesh të truni, po thotë e lene më rregull. Edhe erdhen shumë njerëz, po më lodhët ajo pjesa që ne kena shumë zakonet bukura, po nga njerë bëhet shumë e lodhshme kur vinë shumë veta e pyesin nga fillimi, se unë alas s'isha çmall me nonën, vishin njerëzit në 6 mjesit, ikshin 1 natës, ajo binte gjumë klapi, se ajo ishte depresion komplet më, ajo shifte gjojna që mi ka thonë mrapa, domethënë, po e mande vetëm për nesh. Edhe masana ika, as kam nxjerr pikë loti si gjithmonë. Kthehem në Australi, mas 2 javësh I note veç kur plas ndark, domethënë, veç qasha se kuptosha thosha çka kam. U trema. Se s'm kishte ndonjë herë. E tha Bilia, s'ka gjë, tha, është okej, tha. I thash, u trema, jo trema, u shqetësova që e trema atë. Kupto? Do të thosë se ishte u trem se t'kishe pa një herë mu me darlot. Edhe I thash, bajme që I kam thonë, mos u mërzit, I thash se çdo plan që kena në jetë, kena me bo, mos u mërzit, mos duket sikur tash I ndryshoj bota edhe s'do I bëjmë gjona. Gjitha kena me I bo, vetëm lej qiko. Pata I shok shoqyra atje që është psikolog edhe ai bëni terapi, pa më bo terapi, dhe më ka mësu I gjë shumë bukur që më tha, ne tha s'kena kontrol, na si lloj gjoja. Veç ke veprimet tona. Dhe nga herë duhet me pranu që s'ke kontrol, edhe me u dorëzu, mos me vujt, e mos me sforcu veten për gjona që jashtë kontrollit tatë. Pra ne duhet, qa mësimi kam nxjerrë që me njerëz të tuaj, a me miq, a me këtë do, qoftë dhe me njëri tjetrin këtu. Sa kena mundësinë të kalojmë mirë, se kur hik robi pishmone, edhe nuk janë pishmonet për atë që kanë janë pishmonet për vetë robin që ka pas mundësi me kalu mirë, po s'ka kalu mirë, se ka thonë budallishe e tjerë. Dhe me myll me atë që më tha nona ime, kur kena shku herë në Vareza, më tha, shifi, tha, si ke këtu, tha, gjithë, tha, kush sa ka gjenë jetë, tha, pse ma tha, si ma tha, jo po ma tha kështu, jo po ma tha, tash I tha, kanë raqe si gjithë, kanë rahat. Puna mos me ardhe I momenti, edhe më kujtu për këtë lloj gjoje. Duheni njerëzit e juaj sa I keni, shfrytëzoni çdo moment, edhe pas radhë dakord, s'ka problem, gjithë secili ka lind në këtë dynjë dhe ka drejt me nojet veprojësi do shpirti e zemër. I paçi, I gëzofshi, kush I ka, e gëzofshi të bërë. Po, të dy, do me thënë shumë me direkt, me atak, të çuditshme. Shumë e po? A më lejoni me shku dhe I banjo? Ke shku? Po, tani gresa adhune. Ajde, ta roko I jesë. Ajde. Për ne jam mërzit ku ka mik atere nga Shqipë, se erdha me menimi që do rrim Shqipni. 2016 kom marrë do rrim Shqipni. Se edhe nonën e kisha thash me më dhe herë tjetër të s'ja falë më vetës. Edhe me shfokusu dhe munova me bo 2-3 gjojna dhe për mos me ull hunën, e për mos me ashu kom mik prapë edhe herë nga fillimi, e more nonën mos të një mëra, vetë mos me ull hunën kuj. Në sensin që kur je punëtor, kur do me punu, kur ke forcë, ke vetja jote, s'ke nevojë me bo asnjë lloj kompromise. Unë jam ai lloj tipi që ma mirë vdes aty me një cep, të rrit damonte e Kastraveca, se sa t'jashtë të kore dikuj që do me qket në tome me të personalitetin në gjona. Ajo është shumë e rëndësishme. Se legu, funit, 2 minus nga duhet gjithve, po kur flera hatë me vete. Ajo është me rëndësishme, absolut. Një është hatë, pa desh me bo arrogantin, po... Nuk e pare arrogant. Ta thot një arrogant. Vetëm ti që...
kush është tash? Gresa. Gresa. Panuvati sa din Bojaka. Mendojmë një Gres se kemi nevojë për ngritje humori. Gres, na thuj një gjatë bukur, po shumë bukur. Buj, me jo do paloma. Gresa, kush është moment djerë me kish? Thanë që do të nxjerrin këngën tënën. Ma nxorë Ja, ma. shpeta. Era po e bëjmë me shallkamër. E dim, pa. Që ta kthejmë në humor, ama në truhem na thot shumë gjërash, mos na thot vërtetën. Pa, bëllë me të vërteta. Na, shmendi kjo vërteta, bo, e ta thamon. Shumë e qikë shumë. Ja, unë ju besoj gjithë si që ju besut mu, dhe më thajë, gjime jo tjetën. Ja, ma, ideja në përgjithësi, kena kaq shumë momente, por për diskushë të shabëdone. Kaq shumë momente të bukra, kaq shumë momente, kaq shumë. Po, kaq shumë që jaso. Kjepa, banjo, ja, fotkotizma. Ashtë e kodë, duhet Po me shumë pas zgjallë. ke morë. Lese e mira. Atër, S'ki nevoj hiq me përdojnë. shëndetje grupi terapis. Unë jam Sofia dhe vetëm shupi gjumit. Ja. Unë, kur jëm kone vogël, edhe kur më shtru pyetja se qa du më bu kur tritna, po më thonë kom qef më bu këngëtare. Nështë 3-4 vjetë, me njëherë me muzikë, mas babit, me babin tem jëm shumë e djetë. Se s'ditu e menu që kom ju kalëzu tanis, po mu jasë me kalëzu pjecenjën e mirë. E morë me mëndë, më i modër tani që në e the. Ne vi qetë me Gresën nga tërgojnë një gjë shumë. Shumë. Dhe ne duke pritur. A të gjë shumë bukur. Edhe Fillove mirë. unë kom linë në Gjermani bashkë me motrën, përën të mi si azilant kanë shku në kotë luftës, edhe kena linë atje unë bashkë me motrën, dyat kena full gjermanisht, edhe motra edhe shqip, unë e veç gjermanisht, dhe me thonë mas luftës, Bobi ka vendosë më këthy edhe pse ka fitu shumë mirë atje sot, kena mujtë me posë këtë tjetër jetë, po Bobi ka dosht më këthy në atë dhejmë, e në rritë. Do me thonë, kur e kalion kreta ato të mirën, këto ka orë të dhe ka punu për 200 euro rrugë, që shkam punu shumica. Po, të na thujnë, boke kërë pe zemër. Edhe për veti kom pas një fëmini shumë të lumëtur, se na i kanë mojtë mami, babi, me që ato që i kanë pas. Edhe unë jem konë lasdronja e shpis, e vogla shpis. Andrat e mija edhe idejat e mija që ka kom bojën konë gjithë diqka wow, nështa për dikon shumë të parritshme, për mu jem konë shumë të leta në trunin tem. Edhe kur i kom bo dikon 16-17 vjetë, kom vendos me shku në Voice, me provu vetën, edhe Bobi gjithëm ka suportu. Gjithë. Apo du me bo bungee jumping, apo du basket, apo du karate, apo du gjithë, hiç ka pos lidhje, kom pos në kra, apo dëm po hajde. Edhe nështë edhe kur s'ka pos, më ka but më në shme. Edhe masi që e kom përfundu Voice-in, ja kom njësë me shku në studio, edhe në studio Bobi gjithëm ka suportu, a orë në 3 natës, a orë në 5 mëngjesit me more, me më quë, hitë s'ka pasë rëndësi. One si fëmi që jë mësu se fëmija bën që ka bën ti, e ju që ka ti thushti. Masi që prente mi shumë kam punu, one në mu shumë të rej kom him pun, edhe ju që i ka lyp prindi jam, po one kom vendos me suportu familjen, e kom thonë kom e punu, se që shto i kalëzën prindit që po bëj diqka, po mununa dhe one me kontribu. Mu ka desh me ndërprej muzikën, për që të historin tjetër që ja u kalëzëj, edhe e kom ndërprej me vedijet plot, se një jetë i ki ka njëherë do
momente ku do është mu vendos për një diçka që ka ma shumë vlerë se naj dëshire jotja. Edhe mas shumë viteve sakrific, mund pun, Zoti ka vendosur ma plotësu dëshiren, më ka ardhë, nuk e di, do me thonë, momenti jam ma i lumëtër, është që kjo që mu po më realizohet. Jam shumë e se nuk kom prit që më dodhë, se menën tem, u ka një dëshirë që unë e kom shti. Po, e kam lup luni. Edhe i falenderona Zotit, ma së pari, i falenderona familjes edhe menaxhmentit për besimin dhe suportin. Edhe mu ka realizu kjo dëshirë, kom punu prej momentit që mu është ofru, kom punu jo se njëri, po si qeni. Do me thonë, kom buket një switch up të punve edhe thjesht mja nisë me punu një sen që te ke dosht edhe se ke plitas që po djenë është pak një farë. Ti t'adaptuash, që po bëj, që as po bëj, a jam, as jam, ta një shtrot pytja dhe me vetë vete, një farë gjufte në vete. Po besoj që të gjithë janë shumë të noqën me mu, edhe pse s'ma thojnë, se s'është mirë mi thonë njerit shumë mirë i të bo, gjithë do të mi thonë si i të bo për me bo. Po, do me thonë për një vjetë, jëmë konë gjendje me i përfundu 30 kongë. Plus edhe projekte tjera që i kom gjonë gjysë, faleminderit. Si janë të lancume, po vinë të ketë ka dajlajlë, po kom punu në të një farë zhondri, të një farë seni, të eksperimentu, edhe vazhdoj halo, dhe jam shumë mirë njose që dëshira jam e jetës. Më është pjecu. Më falni. Unë edhe motra jam, kena punu shumë, se në shtak gjithë njeri normal, po fjosëm për njerëz normal. Edhe njëtën tam, shumë e ri, e kom hu agjin prej kancerit, i ka gjonë 4 fëmijë, ka vdek moshë të ri, 40-42 vjeq. Bobi, ka familja e Bobit, jënë konë 7 fëmijë, edhe pse Bobi jam së konë ma i modhe, kiti kam po sytë ka Bobi jam. Mu shumë të ri më ka zgjua jë ndjenja e përgjithësis, e kom kuptu se qka është porja, e kom kuptu se qka është lodhja, qka është puna, nështë ta Bobi s'ka dosht me najtë transmitu ato sene, po i mësën si fëmi. Edhe kom hup edhe një shoqe, Rebeka Regjipin, e përshëndes nonën edhe motrën e vetë, shpirti i Rebekës u prit në poqe, edhe e kom hup edhe gjyshën në vitin 2016 me 10 janar prej kancerit. Edhe e kom pas një farë si panike, se e kom një farë intuite shumë të zhvillume, edhe diqysh ma ka një zemra që diçka po buhet. Edhe gjithë e kom thirë Bobin, për çka dush, gjithë çka i kom kalzu. Edhe se di çfarë Bobe e kom, edhe që të shtret me koni, kom thonë babë, kom një simpati, ose najsena, dhe se di, shumë a verë. Da që kom vlonë, da që kom Bobe, none, çka dush. Edhe nonën te me dushëm e përshëndes, po kështë me të i kom brinat. Edhe e pa ta thirë Bobin, jem konë punë, më ka kopë si panik atak, edhe ja bësha, o, babë, po më dhe më gjykë se qa kena ditë na që është panik atakit, e na vënë zbullu depresionis, kena ditë. Edhe isha mos kom kancere, apëdin,
Edhe e patëm nejën e punës. Nejtë punës, shkoj të shtëpia mas punës për mu bu gati, edhe baba po më qënë, edhe mami, jo, së gjithë me nanën, qa ko kjo, qa më përzijet kjo, qa më bëm boba jam qënë honë me dashta për den, edhe se kom kopë. Edhe më qënë babit e neja punës, më thëtë këna që e vladë. E kena kry nejën e punës, jam shumë studia. Edhe e kom një farë motre fort duajrin, po nuk di do me thonë, po më shkruun typing, gres, babi, smut, qka, shëm, smut. Edhe nuk e di, a ju ka ndodhë, mu më ka ndodhë që mu ka të rrofë këtë parasyve edhe s'kam po më kur gjë. Jëm shumë banes, e kom puth babën të mballë, tani ja kom po fashën, që ka bu biopsi, edhe qohët babi, edhe jam një të spjegon, mënet me mdallë leukemi akute, muj mos mi pas ma shumë se 3 muj jetë. One në atë ku i kom pas në 90 vjetë. Edhe u konë nota që ne kom kojtë, që shetha Ervini, gojlet i shkojnë atina që bonë, kom menu në trunin tem që tash në familje i shkojnë përgjithësit nonës, po realisht këtë përgjithësit më kanë ro mu, se u ka një diferencë shumë e shkurt ku nona e hupi nonën e vetë, nona jam hupi krejt. Motra jam është pak ma e butë, do kemi kontrolu njerëzit në shpe, kush po konë, kush s'po konë, mës koni, mës afert, e të tjera edhe mu më shdisht, mu bu e fort, pa ditë se që shmu bu e fort. Kom po ogjen tem tjetër të kojt, këshera ato të kojt, qëre thot të kojt, ndërkohë në desh me ndrydh. Edhe, babi që u konë smut, apet e ka pos mundësin me shku jashtë më shëru, se kena familjar, shiqër që kena diasporën, se pa ta si jena kërka, asë kur gjë. Po, babi ka vendosë, ka thonë, jo, une nuk du me shku jashtë shtetit, po, qka dhe që të më gjonë, dhe të më gjonë, që të nga të fmive të mi. Edhe, shtetin a ka ndimu me 1% jem fut në kredi, si jem kur pishman, atë kredi e kum kry para 2 vjetëve, a pet isha i, edhe nëse si shkonë më, babi jem gjallë, une më shdesht me ndërprej muzikën, edhe pse e kom pas një të nasim shumë të mirë, se qysh i kom shku mas asoj pune, se s'kom ujt, nuk kom ujt, jem konë shumë e për hupën edhe në punë, shkësha nga isha gojte, jo mdja frajeri, jo lojke, jo folloje, ma ka bu blok, kësha dhe në pore në ato momente me pas ato gojte. Edhe babi jam e ka di që jem shumë e ljetë me ta, edhe ajo konë shumë e ljetë me mu. Edhe pe i frikës që po vdes, u sill ke keq me mu. Une njerë muj që e mersha rrugën, shkajsha në shpen pa uzë, mja që, edhe isha që ato 30 minuta që mu isha me full me ta. U sill keq me mu ka shoh, mu ka gju me sene, për mos me mit në kry se me nëjke që po vdes. Edhe, une nuk kom ujtë kur mu që prinë shpe, u desht me dojt jashtë,
s'ko mujt me kojt para motrës, s'ko mujt me kojt e puna, s'ko mujt me kojt me nonën, nuk do ke krejt senet mi kontrolu, shumë e rem, karo me mojt, shumë përgjithësit më do janë familje. Nuk jam pishman se njëre për familje dhe gjuhët me kry ku me dit për sotit katë, mirë po, kur një pak ma e rinë nuk i kitë se në shumë në kontrol, nuk din që ka me menu, din që ka mirë, që ka keq. Edhe me një moment tjetës tem, veç kom thonë se kom thonë që ka është të ndodhë, së më në t'jevë sen më bo ma keqë. Edhe një pej momenteve të këqia që ka qenë atë, që unë masëron të e kom përjetu, ne në konkret familjarët atë, të bobit, edhe më thëtë bobit o rebel, se rebel jëmë thirë. Tha, hajde veç pak me mu, edhe jem shku mas tina. Edhe, kur e kom po në banjo, e ka qitë një stëll, edhe ullë mi apre fljakët. Kur i të babës tem, me ljatë e kom ljo, edhe mas tina i kom prej edhe të mjatë. Nuk... Kur u bosi se gjenoze e gjallë që u sidhë në përshpe, që s'desha mo as ku jem as, pse egzistaj as, qa po përjetaj. Veç kom thonë, nështa pe mon babën tem gjallë, veç dëshira jem për aj me jetu. Edhe jëm ro me flejt, jëm lutë edhe kom thonë, o zët, se njëri e ka zërë me pranu diçka që si pëlqenë. Kom thonë, o zëtë, nëse ka diçka të mirë që kjo baba jam, me po prej meje për motrës tem, le qatë. Që s'ka drejt të je merë me viti se s'po mëj me po. Një njëri 2 metra me të bu, një e s'di si sa one e ullë. Edhe atë natë kom po një ondër, kur jëm qutë nesrit, ju ka këthy qerja babës tem, hajde u konë të morke me terapi. Edhe i kom thonë babit, thash bab, thash si mosen. Edhe babi më ka këshyrë, u shku i ka bu analizat, edhe pse i ka posë edhe 6 me terapi me marë, dhe rëzatimet mësanina, ma mirë i ka ndolja atina analizat se të njatë. Babin se dhe kom gjallë, unë e du. Mu kjo rukëtim, kjo pjesë e jetës, më ka kalit, më ka bu burnesh, nuk jem pishman për kur gjë që kom sakrifiku e kom ljonë onash, edhe unë e di me dhonë një mesazh, që edhe nëse jeni në momente ku do të mu vendos a me qenë pram familjes, a me vazhdu me karrierë, veç di mi ju thonë që sprovat vim për Zotit, edhe do të milion ato sene për diçka ma të madhe, se tavolina sidhet edhe ta vjen Zoti apet. Edhe besoj që kjo është shembull ma i mirë që edhe mu më ka ardhë, edhe më ka ardhë edhe 10 herë ma mirë, se çka kom dashtë, ndoshta. Ja u kom ljonë pak dhe sene, si ona është mës një u kalzu. Po, ma të gjyra. Njëri tjetër, me tonë të nojnë dhe ju preva këmë. Po, zemrën. Ju gjumë më muzi me njëri tjetër. Po, besa. Për qëta jo ma që është të Po, sorë. besa. Edhe unë. Po, edhe një sen të mirëve që di mja u kalzu. Ju lutë. Masi që e ka kajtu bobe e sinjen, Po. se të na shqiptarë që shështë, Dhe, se jo, suni për që ta edhe një djallë, bobit e mami gjithë ja u kanë tesh, mami jam u kone kalt me bo një djallë. Për mu i kanë thonë djallë veç kër i kom dojnë pa atë aletin. Po, valloj. Edhe... Tone i me mënë. Edhe...
Bobi nuk ka dosht edhe keti kanë thonë, bëne një djojt, se qysh i kanë këthy syt ka Bobi, e sene, qysh ti pa djojt. Do me thonë nënë se pe ka posat se në krye, dhe mase që ka ju Bobi smuje në sene, se sështë mo personi njejtë. Nuk është më kërgjë se njejtë, sen së është më njejtë, asë që më njejtë asë kërkosh. Edhe kom post një moment me në luke, ra me shpirti post, se i ka orë të zërë, edhe ma ka vota grisa, më i ta me thonë diqka, ta shpu me i luke fëllë. Ta ma bën halal, ta shvorët, kesh ke, ta. I kom thonë, ta shtina ademit, bëne një djole, ta vesh, e keni dojë, ta 2 qika, sa 7 burra. Që të sene, edhe pse në shta jam, pak ma se mua petëm plëcën ajo që... Ja ke dojti. Ti që kësi me bi që thotë, ke dash del, ti ke dash del, për shifë si jam. Dhe më po. Buja më nëjtëngore. Buj, në thu i gjë shumë bukur, më qafsh. I gjë, për në thu i gjë, bukur pa qajt me. Do ja the më të bukur më dhenshme. I kështu i thama dhe greses. Besoj që krejt njerëzit qysh e po më dhe vetë këtu, që njës të pak ma shumë, në ralu dhe momentin ma bukur dhe ma të keq. Prit buja, prit. Po bojmë pak pushim, sa të vinë Vanessa dhe Sora. La, ne kësha po fot një dohen. Ha? Se me dhirë qili. Zamra, Buja, dhe i ka ka për mendoj. 5 minuta, ja 3 minuta që nga. Erdhen, hajt. Hajtë që pe kryna dhe. Hajt, apo Ja, Pa masë po është e fundit, ta e Basa, punë. ti jeni? Jem njërësita, të merë. Ska e se të shirosh. Ska gjë. Të thush ti pse mu shiru ka i shpesh. Hajt mu, që me mu. Në ka ratë është. S'kena që me Ka mu. bërë shumë mirë, Po pra tante. është akull këtu, akull. Bravo, Agaj. I më bënd, kishe hypi se gëllti i shparët, kishe do në këtë nesë, thash, Ua, e di si kam këmbëtun, akull. Na, hulle. Ke komët. Ndjen ngrohtësinë e kësaj. Jo, me s'ka gjë, vazhdo. Je. Po e ke edhe poshë, hulli, po lojë më poshë më se vetë. Se në rashë shqirë për zotë. Je, hapim këtë. Atë një është një sprejme. Kujt, a jo t'ja? Okej, jo. Okej, masi jena kejt po filloj e dhone. Momenti më i bukur. Po prit. 3 momente. Lutë një moment bukur shumë. Se vdiqëm. Të ty kene shpresa, Të ty kene shpresa. Te unë gjithë janë për pozitivitet. E keti, e ke vetë. Ta o zamen. Mirë. te kam janë njës në kojtë dhe... Ja, prit. Do na bëre këtë me qaj tani. Ja, prit. Ska gjë. Momenti jam maj bukur. Fillon klut në tashmus. Filloj e dhone. Ja o hot zamen kejtve. Momenti jam maj bukur. Fillon që unë jam bleje në Podujev. Besjan, pa të këtë që sot quhet Podujev, në familjen Ajvazi, emrin e këm Bujar Ajvazi, dhe atje këm kry shkollën fillore, do më këm fillu shkollën fillore pasi që jena këthy nga Gjermania, dhe ju mirë të njëtën me futbol. Ka në ndraja me parë, futbolli. Kom qenë një ndër lejtartë ma të shpejt edhe ma të mirë që më kanë vlerësu. Po me futbollin, pas një lëndimi që e pata e kom thy kamën, e kom këtë kamën e majtë thyme. Dollën do sene, do shtu, edhe mu dasht me lanë, po e mira kësaj, që masi e lash futbolin, në nësarë kum bo futbol dhe ushtrimet futbolit, kum gju muzikë. Edhe sa më ka në Gjermani, kum pas gju muzikë, ka në koha e
një tipit me maskë Sido. Dhe unë paka shumë sigresa. E posh që me futbolin s'po ecë, faktikisht kalova dhe pak modeling e sene, po ato e kum pas kështu ma për qefi që shtojnë, se kum pas pasion si futbolin edhe muzikën këtë rast. Masi se eci, fillova DJ me shkollën, një mramjet maturës, u bona nervazat, po kush ka me konë, thash, DJ me i forcone këtu, thash, sa muzikën e kom guën, e thash, për ti marrë do kong laptop, u inspirova, ja nisa njerë me shoqnin te, me klasën te, sa mire ka mojt, nejen, për edhe tani masi që e lash futbolin e sene, mora një hap me shku në venin ku t'jepet mundësia, se po du jep besjan, nuk t'u jep ke mundësia me konë DJ, baba jam që i ke papuqe, dhe ke qëfar DJ e ma gjaj të thonë edhe i lezë, me kam shko bënë djali hajritet, bënë djali mirë. Dhe unë e kisha besimin që shkojsha në klabat Prishtinës ka pak qështu me modeling e sene, tu njoftë e sene. Edhe po isha DJ-a të isha, nuk pas ka dhe DJ-a që po merë kanë lek pa dhonë shumë asaj edhe një moment shkoj të një klub që pa qujt Bab Club, aty ka pas punu një artist Babuka. Është dromisti ma i forti kështu. Shkoj Babukës ja bëj, sa më pajkem jo tavolin me naj femën, jo kështu i ria, vedin që fli. Ka pona Babuk. Atë vinajna të qoj muzikë, veç ta provoj, thash sot. Babuka ka pos një stil vishti ullë kësë syza, shumë haluq. Babuka. Mund është me orë me ngunja javë, një senë, në diçka. Tha për me këqyrë, tha qa mund është me bëhe sene. Dhe është mirë, tha është po vinja javë, qështu rresh, po në gaje sene, në është adhonë pësona, shkojsha unë, se unë dilësha jetë natë, se kisha qef për muzikës, edhe thojsha të kop në dikun, lapjan. U dashke më kop dikun, i ri, s'kisha ma futbolin e hupa, thash, filloj me DJ, edhe ma bën Babuka një moment, mas një javë, që dhe hajt, mund është me orë një tejtë, një ditë ma normale, jo të premë të qëtune, kështu. Tha, mund është me orë dhonet një maj ka pak e kështu, apo, qëfar qmimi ki, tha, sa ki minuti? Edhe atë ko jenë konë senet, mu së thëmë, 100 euro i asoj kohë, jenë konë 300 euro të sodit. E thonë, ja bëj Babu, sa se kime orë gjdo natë, tha me lëshu, tha, po na i kemë do regula, apo po të ngoj ty, tha, sot a mermen. Tha, më në 100 euro Babukës. Dhe bike për 700 euro për një muj, bike goti 2000 euro, a vedin? Ma bën Babuka, sa the, 100 euro? Tha, me konë kështë, thët, unë, tha, pelo menagjerin, tha, po bona DJ, mund është me mora të pijen, tha, ekipe i meje, tha, dhe vazhdo, tha, ma e ki follovin Babuka. E njek Babukën unë e të natën, su dërzojsha, se të isha, duhet mu kop dikon o vla, se në Prishtinë su njetojnë e ma, apedin se isha se, shkolla, apedin si qdo qënë, tim pak, po, si isha për qatë punë o vla, për shkollën shumë, edhe pse më kom fakultet filozofik Prishtinës. Po, filozofik, pedagogjie përgjithshme. Edhe, ma i ki follovin Babuka, njek Babuka, nëne, më falje, qa mi thone, u ben Babuka, po thot, hajt, okej, thom, qëfar du shmimi ti? Thot, ne kemë qështë, 300 euro në mujtë, thot, du të me orë qëtë natë, mu mësu se ti si e kërkas, se dina si sene, si... Edhe, ku mu ka onë qaj moment, thash, hop e kopa pak të një rogë,
me 300 euro në atë kohë në Prishtinë jetojshe. E kryshe Qironi. Jam Prishtinë, se kjo është nga transformimi, nga Gjermania në Podujev, nga Podujeva në Prishtinë, krye qytet. Edhe, thot babuka, u bendi kur, hajde. Edhe atë mësova qysh me shumë muzikë për publikun, ma ka lodh shpirtin, disa herë, më do që jam të e kallë, po isha duhet në altë e kejtë, vishë be këta bëjë babuka apet mi ullë kësyzat. Sen s'ki bo. Që atuja e kësha pëllovin a ma shumë vetës. Edhe mas nej pe ati venit, kum njëftu Gens për Lvuka, jetë në Engjujt, kum njëftu Kriketin, kum njësë në për studio, mas nej kum njëftu Kicon, bile bashkë me DJ Daxin, i nakon një grupë, Burrin e Angjelit, që për shëndes edhe ata, edhe kina posa nga vështërësit sa për me hinë në atë sistemin tani pe atyne, ka dollë Kico, që më ka një mu shumë Kico, Music me Torqin, kanë qenë bashkë ndër producentat ma të fort bashkë me Kriketin që ka Shqiptaria. Nejse, kështu evoloj. Mas nej, një moment me Majkin edhe Onatin, se na ishëm grup Baba Stars. Po, edhe kina pasar shpesh në Tiranë me bo muzike sene dhe na bike ka njerë 2 evente. Po në arane i ka dërmia. Një ditën, një natën. Edhe sa ka kish pas dhez Majki me kongën si jena mo edhe mu teken në natin një ditë studio të Krikit. Jo, ti dush me arme me njëve, se i qartë, i pozitiv. Hajde, se unë shkoj isha veta, bedit. Hajde më po vije, u knoqa. Mas nej, mas gjitha asoj kuë, erdhëm këtu qatë eventin me 2 eventën, një ditën, një natën. E krytëm ato ditës, thama, na, qëtash po pushojmë pak, po dalëm na pak në plash. Ku shkojmë plash, po mënojmë plash. Shkojmë ato të deti full, një festival, një kështu, edhe kush s'nel që i ke venin. Hejnëm pak sikletun e Majke Onati se e bënëm një troemën, Majke me Onatin pak ma shumë, se sa vezëm pak, apo bob. Nga këqyshin gjinja veç, që këta s'kan ku mu ujë, qëfar VIP këta, këqyri Baba Star, thot. Edhe pap, na qoj zoti një shoqe, cilën e kish njëftu një shoki unë një grupit, që s'po du me i asaj privatësis kërkujna. Dhe ajo shoqja, kur na del, vop, kom unë një qadër për ju, thot. Dhe thot, hajde një të qadra jam. Kur shkaj atë, për herë parë, masi që kalova gjithë të sene, që shta visi Grica ma heret, Soni, Fama, jo ka djallëzime, jo ka droga, jo ka qefe me femra tjera, isha komplet i lasdrum, kështu me femna, me atjetën e natës. Qatë moment, qatë qadër, hop, e shë Eni Hasa, që sot është gruaja jam, edhe i kam 3 fëmijë me ta. Ta ka qitë qodrën, jemi. Se unë qata e kam me që... Se qatë e ki qodrën. Edhe në qatë moment, për herë të parë, s'di dy qysh ma qëj zotit, sikur e ndjesha që për herë të parë pe du dikon. Edhe kur pe që ati bo me, si ku më da asone asaj. Edhe ka momenti vaj bukur. Ta më zemrën. I dua falë. Kur heq, pe që ati momenti, falë. Ju dua. Sot, zëjnë familje. Eni është nga Qenreti,
që është zona e molit Po, të robit kavajës, edhe quhet... Ne e kena lagje, ta A non pak so kolla shtash. E bëlle pak se për buja ka Më shumë. ka di. E një Se i ronë në qodra. që rreti quhet pak a shumë si zona e shqiptarëve të Kosovës, edhe babën e ka Ben Ali, quhen Hasa mbi emrin, edhe nanën e ka të Kosovës. Kështu si Lapjank, se aty ka, në qerret ka Krasniq, ka Shala, që është nana Shala, janë pe Kosovës, bashkë Podujevës. Edhe më qëlloj vjera e Kosovës, edhe tani dyqysh ja plotësova dhe nanës tem e babës tem një sen që edhe unë s'jam qaq rrugaq, edhe unë di me ka një mirë, edhe kjo ka momenti maj bukur i jetës tem. Paloma. Valla që tash merë Paloma e janë. Për këtë sen. E më këtë se. Kaljerit vetën. Mere bruski. Ashtu. Për gjys. O, zë tham sober. Vajza jam quhet Elodia i Vazi, ja kom lanë unë e emrin, Diori, ja kom lanë emrin pe këngëtarit Pop Smoke, i cili ka vdek, se momentin edhe aj më të mirin të karjerës të vetë, i dyqysh si kur jam sheli ketë gojen, do lafa pëse ti e i ri, qa kini bo, ti e i bukur, e kësi asi, dulaj në videoklipin e tina që e ka Welcome to the Party, dul me qikën në vetë, dhe thash, ue, edhe ka një kongë Dior, edhe tani ja kum lidh pak ma njëjtë është t'ja kthej pak mrapsht, t'ja lo Rio Casa de Papel ishtë qatë ko, Pop Smoke edhe Casa de Papel, më ka pëlqyja i Rio se shumë luftarak, që ashtu e kam edhe djemt. Edhe kështu, qaq t'ishta me për momentin ma të mirë. Momentin ma i fështirë për neve si familje u konës. Familja jam, që shu thash vjen nga Besiona, ka mbi emrin Ajvazi, edhe ata kanë kontribu, ata kanë mujtë për luftën, që ka qenë zavendës komandant i Zahir Pajazitit, Miftar Ajvazi. Edhe baba jam, Raif Ajvazi, Miradia Ajvazi, nona jam, e kanë marrë një hap si vanisa që tha ma herët të emigrimit e për pos se unë i kom 5 hala edhe 3 me babën tam janë 2 migjallarë dhe baba jam. Edhe ata kanë marrë një hap me dalë Gjermani ilegal, si gjithë shqiptarët, në për male, unë im konë 8 muj, kur kanë ikë në malë, edhe kanë marrë qatë vendim për kitë familjes vetë, që kanë posë shumë vështërsi. Unë kom qenë 8 muj, natë 2 kom lindë, kështu që i bjenë natë 2, natë 3. Edhe mas nej, kanë shku në Gjermani për qëllimin minimu kitë familjes tonë. Edhe prindrëve të mamës tem, dojve të mi edhe këtyne. Edhe mas nej, gjatë vitit 99, neve në kohën e luftës, Gjermant, se thëmë edhe këtë, atë senin që jetë too much Germanized, që shka thonë edhe s'po du me përmen, Gjermant u kalzun pak të ftoft me neve emigrantat shqiptarë, se na shifshin kështu, edhe thanë gjatë kohës luftës mu këthy për Kosovë. Po, dhe baba jam gjithmonë e ka posë qëllimin mu këthy, edhe me mojtë familjen, ata 8 antarë me gjyshin tem. Edhe s'ka dosht kur me i bo letrat për qatë sen, s'ja ka një kur heq për letrat e Gjermanit ati. Veç ka dosht minimu,
Edhe qatë moment ka thonë, po iku në Belgjik, se kam dikon në Antwerpen, më duket. Edhe kena ik me një kamp ku jenë kom plot shqiptarë aty. Edhe kena nejt aty do muj. Lufta vazhdojnë në Kosovë, ata qatë sa kishin mundësi edhe baba jam, nona jam, i ka një mu tu i qu familjes non-stop, si gjithë shqiptarët, kush u konë. Atëherë u konë aja koha, një vet i ka mojt kejt, ton për një për kejt, se kush e ka zamën që ashtu ka me. Shkum në VPN, u këthym prap në Gjermani, shtum atje, edhe kur u këthym prap, dikun ka 2001-2002, u qetsu edhe pak lufta atje, po i la shumë njerëzit me pasoja. Gjermant në futën me forcë speciale, kështu, kum përjetu si fëmi me të fut. Policia, kështu, sikur ti ke vra dikën, ose ke bo dikën, edhe na kanë hyp në aeroplan direkt, sepse baba jam si ka njek regullat e tyne për shkoqe, për me po dhaj babën e vetë, e nonën e vetë prap, se për qatë qëllim u nisë. Edhe u këthym Kosovë. Mua jam një bujar, ma ka lonë gjyshi jem, se ku po kur, edhe ma ka vëro sërpt. Me plomë në balë. Se burrat që janë burra, nuk prekum fëmi, gra edhe plesh. Plaku atë sa e ka të shkrujt me ka me vdek. Po sërbët nuk janë burra, as kur s'kan me kanë. Se lufta fituhet burra me burra. Vroj ata që janë burra. Se familjen tem kallzova që kena burra, që na kanë përfaqësu. Edhe ai ma ka lënë emrin gjyshe em, ka pas jetu tani me neve. Masi që erdhëm, se edhe baba dhe i ke mu njëftu, ose me ka luko hala ma shumë edhe na me ta, e me kuptu, ka qenë e vjetër shumë, a e bkada shumë, bashkë me gjyshin tem që ma ka lënë emrin bujar. Edhe u këthym të ma thonë, edhe që shta dhe visi, u këthym pepo ato, edhe ma bëjke gjysha gjithë. Kur të pëjke, se na i kina që kaseta, se qa po bëja i ka dosht më po, tha, sa të pëjke, tha, në televizor, tha, kapke televizorit, tha. E ka posë 100 vete bashkë me të e ka mëra. E kur se kum njëftu gjyshin e shpis tem, ju më rrit me gjyshin e dojve, që nga kam brojt, edhe kur s'kina pos, edhe kur kina pos, edhe këto pasuja në i kalon. Lufta, po nga ka bo matë fort, edhe besoj që i kam një mesazh për këtë burrat e shqiptaris, e tropu